Një festë e dijes ishte 20 vjetori i Universitetit Aleksandër Mojsiu të Durrësit. Në 20 vite sfidat kanë qenë të shumta për këtë institucion dijesh të arsimit të lartë, por tashmë, pas 2 dekadash, mund të thuhet me plot gojën se Universiteti ja doli të kthehet në një institut dijesh me identitet të veçantë. UAMD e nisi rrugtimin me 1300 student, ndërsa tani numëron mbi 17.000 të tillë. UAMD u themeluar në vitin 2005, ishte më shumë se një institucion i ri, ishte një sfidë, ishte një vizion, ishte besimi se Durrësi meritonte një universitet modern, dinamik dhe europian. Në ato vite të para, universiteti kishte vetëm 3 fakultete. Sot, pas 2 dekadash, Universiteti Aleksandër Mojsiu numëron mbi 17.000 studentë që ndjekin studimet në auditorët tonë në 3 ciklet të studimit. Sot, Universiteti ynë përbëhet nga 5 fakultete me 23 departamente dhe 119 programe studimi. E pranishme në ceremoni, Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro theksoi se pavarësisht moshës së re, UAMD sot është një aktor i rëndësishëm në hartën e arsimit të lartë në Shqipëri. Ndërkohë që po vinim këtu rektori, po më thoshte 20 vite është shumë universitet i ri. Po. Por janë të mjaftueshme 20 vite për të ndërtuar një identitet institucional. Pra, edhe për të hapur një kapitull të ri, ambicioz, dhe Universiteti Aleksandër Mojsiu i Durrës sot është pas një dilem një aktor i rëndësishëm në hartën e arsimit lartë në Shqipëri. Ministra Kumbaro bëri një premtim të rëndësishëm për projektin e kampusit të arshëm universitar, që pritet të konkretizohet në mars 2026. Ky është një investim shumë i rëndësishëm dhe brenda marsit do të kemi edhe të konkursin publik për të seleksionuarit nga këta 40 studio aplikimi për të pasur fituesin dhe të ndajmë bashkë, do të jeni pjesë e procesit, cili do të jetë projekti fitues për Universitetin e Durrësit. Në ceremoninë zyrtare i pranishëm ishte edhe rektori i parë i UAMD-s, i ardhur apostafat nga SBA, Agim Kukeli. Një punë 20 vjeçare është gati surreale, e pa imagjinueshme që universiteti e ka nisur jetën me 1300 studentë dhe sot numëron rreth 20.000 studentë, me një staf akademik që është kërkues gjithmonë, me një kampus relativisht shkëlqyer. Kur e krahasojmë me Universitetin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, kjo është një arritje që shumë pak veta mund ta besojnë. Natyrisht që brezat që do të vinë, rektori i ri që është zgjedhur dhe të tjerët do ta qenë akoma më tej këtë punë. Një përshëndetje në këtë datë me rëndësi të veçantë për historikun e UAMD-s erdhi dhe nga nipi i gjeniu të skenës botërore Aleksandër Mojsiu, emrin e të cilit mban UAMD, si dhe nga kreu e aleancës Star-EU, pjesë të cilit UAMD është prej disa vitesh tashmë. Gjatë ceremonisë zyrtare u nderuan disa nga personalitetet më të rëndësishëm që kanë vënë gurët e themelit në historikun e UAMD-s, si dhe gazetarët durrësak që në këto 2 dekada kanë pasqyruar në mediat lokale dhe kombëtare gjithë aktivitetin akademik të universitetit. Të gjitha televizioneve kryesore që aktivitetet e universitetit i kanë pasqyruar